Jam ulur në salon, duke pirë kafe dhe duke lecuar një revistë për dizajn të brendshëm, kur dëgjova atë trokitja karakteristike në derë. Ishte luan hidrauliku. E kisha thirrur sepse lavamani i kuzhinës nuk zbrazej dot, dhe uji qëndronte aty si një kënet e vogël e ndenjur. Luan hyri me një çantë të madhe të zezë mbi supë. Ishte një burr i gjatë, me duar të mëdha e fytyrë të ashpër, por që të rezatonte një lloj sigurie profesionale. Po, zonjë, do ta shohim këtë punë, tha ai me një zë të ngjeshur nga cigaret. E çova te lavamani. Ai hapi rubinetin pas se uji nuk lëvizte, më pas hodhi një vështrim nën lavaman. Blokim i thellë, përfundoi. Do të më duhet vedla ime e gjatë. Unë u largua pak duke i lënë hapësirë. Ai u përkul, nxori nga çanta një send që më bëri të ngri. Ishte një spirale e gjatë metalike, me gjemba e me një dorezë rrotulluese në fund. Kjo është gjarpri, tha ai duke qeshur, por unë e quaj zgjidhësi i problemeve. Me këtë vegjël të gjatë, unë ja kam bërë të gjitha punët. Filoj ta fus ngadalë në vrimën e lavamanit. Ajo hynte thellë, duke kërcyer e duke u përdredhur në errësirën e tubave. Luan e shtynte centimetër pas centimetri, ndërsa unë shikoja e fiksuar. Dora e tij e djathtë rrotullonte dorezën, ndërsa e majta e drejtonte veglën, duke i dhënë ritëm atij penetrimit të heshtur. Këtu tek ju, blokimi është më poshtë se zakonisht, tha ai duke e shtyr edhe më tej. Do të më duhet të shkoj gjatë sot, shumë gjatë. Pothuajse 1,5 metër spirale kishte hyrë brenda, kur Luan u ndal. E ndjeu rezistencën. Ja ku është armiku, pëshpëriti ai. E rrotulloi dorezën disa herë me forcë, pastaj e tërhoqi pak nga pak. Vegla e tij e gjatë doli duke tërhequr pas një tufe leshi, yndyre dhe mbeturinash të zeza. Kishte një erë të tmerrshme, por për mua ishte aroma e fitores. E shihni? E bëra punën me veglën time të gjatë, tha Luan duke e pastruar spiralen me një leckë. Askush nuk e bën më mirë se unë këtë punë. E pash lavamanin duke u zbrazur me zhurmën e saj të këndshme gurgulluese. Ndjeva një lloj respekti të çuditshëm për atë burr dhe për mjetin e tij të gjatë e të pamshirshëm. Luan e mblodhi me kujdes spiralen, e futi përsëri në çantë dhe më tha: Gati, nëse keni nevojë për ndonjë punë tjetër të rëndë, më telefononi. Për mua asnjë blokim nuk është i pamundur. Pasi u largua, qëndrova disa minuta duke parë atë vrim të errët të lavamanit. Një vrim e zakonshme, tani e çliruar fal një hidrauliku dhe veglës së tij të gjatë. Pata një mendim të shkurtër. Jeta është plot me blokime, por gjithmonë ka dikë që di t'i zgjidh ato me durim, forcë dhe mjetin e duhur. Pastaj e lash mendjen dhe piva kafen tashmë të ftohtë. U largua Luan, dera u mbër dhe unë beta aty. Duke parë atë vrim të errët të lavamanit, sikur priste të më tregonte ndonjë sekret tjetër. Por diçka nuk më linte rehat. Mendova se e kisha parë Luanin duke futur në çantë një leckë të ndotur. Por tani, kur shikova në cep të kuzhinës, ajo ishte aty, e haruar, e zezë, e lagur, me erë kanalizimi. E mora me maj të gishtave dhe do ta hivja në plera, kur diçka ra nga palosjet e saj. Një unaz. Jo e ndonjë metali të çmuar, por një unaz e thjesht prej bakri, pak e gërryer, me një simbol të dhendur që nuk e kisha parë kur më parë. Një sy që çante. E mbajta në dorë dhe ndjeva një të ftohtë që më ngjiti në krah. Ku e kishte gjetur Luan atë unaz? Në thellësi të tubave sigurisht. Por kujt i përkiste? Fillova të kujtoja. Kjo shtëpi ishte e gjyshes, e cila kishte vdekur 5 vjet më parë. Ajo kishte një histori të heshtur, një dhomë të mbyllur gjithmonë me çelës, për të cilën askush nuk fliste.
Unaza më qoj atje, tek ajo derë. Çelësi ishte ende në të njëjtin vend, sipër bllokut të drurit. Dora më dridhej kur e futa në blokim. Dhoma kishte erë pluhuri dhe kohë të ndalur. Kishte një shtrat të vogël, një tavolinë dhe mbi to një fotografi të zezë e bardhë. Një burr i ri, i gjatë, me duar të mëdha, duke mbajtur një spirale metalike. Pikrisht si ajo e Luanit. Mbrapa fotografisë ishte shkruar: Luan, 1973, hidrauliku më i mirë i qytetit. Zemra filloi të më rah fort. Luan që erdhi sot te unë, ishte po ai Luan? Por si, nëse fotografia ishte mbi 50 vjeç. Dola vrap nga dhoma, telefona numrin që më kishte lënë. Një zë i automatizuar tha: numri që keni thirrur nuk është në përdorim. Vrapova te dritarja. Rruga ishte bosh. Asnjë furgon, asnjë gjurmë e Luanit. Vetëm një leck e zezë e lagur në tavolinën e kuzhinës dhe një unaz me një sy që qante në pëllëmbën time. Ajo natë nuk fjeta. U ula në kuzhinë duke parë lavamanin që tani zbrazej pa problem. Rreth orës 3 të mëngjesit dëgjova një trokitje të lehtë. Jo në derë, por në tuba. Ishte një trokitje ritmike, pothuajse si një kod. Trokisja. Kjo punë u krye. Hapa rubinetin. Uji doli i pastër, por për një çast më duke se pash një hije në atë rrjedh. Një burr i gjatë me një spirale mbi supë që e cte thellë në tuba, duke bërë atë punë që askush tjetër nuk mund ta bënte më. E mbulla rubinetin. E vendosa unazën në gjisht dhe pëshprita. Faleminderit, Luan. Eve pse nuk je më këtu, e bëre punën me veglën tënde të gjatë. Tani, kur ndonjë fqinja ankohet për bllokime, unë u them: thirrni Luanin. Ata më shikojnë çuditshëm, sepse Luan ka vdekur para 30 vjetësh. Por unë e di të vërtetën. Disa hidraulik nuk largohen kur. Ata jetojnë në tuba, duke pritur për një lavaman që ka nevojë për ta. Dhe kur e gjejnë, e bëjnë atë punë me veglën e tyre të gjatë, një herë e përgjithmonë.